Lëvizja Vetëvendosje e kishte masovizuar votën në vitin 2021, duke ndërtu një diskurs publik, një narrativ publike, duke sulmuar opozitën si e keqja e vendit, ndërsa duke pozicionu lëvizjen Vetëvendosje si e mira e vendit, domthonë e shtetit. Dhe kjo ka qenë fitoria kryesore e lëvizjes Vetëvendosje që e ka deklasuar opozitën. E ndërtoi diskursin publik, u lidh me korrupsionin, u lidh me krimin e organizuar, u lidh me disa çështje që ndërlidheshin me çështjen kombëtare, ruajtjen e interesave kombëtare në raport me shtetet e rajonit, dhe faktikisht e krijoi një pozicion që opozita ngeli vetëm si hije e gjitha proceseve 5 vjeçare të lëvizjes Vetëvendosje. Nuk e krijoi asnjë narracion të argumentuar apo diskurs publik të argumentuar në raport me të gjitha veprimet e qeverisë së lëvizjes Vetëvendosje për këto 5 vite. Përveç një retorik boshe, sulmuese, nonchalante, deri edhe fyse, shpesh